35 vjet demokraci, reflektim mbi mjerimin dhe shpresën për një Shqipëri të re. Pas 35 vjet nga kalimi në demokraci, Shqipëria mbetet e ndarë midis një të kaluare të rëndë dhe një të ardhmeje të paqartë. Nga premtimi i lirisë dhe prosperitetit, vendi ka përjetuar korrupsion sistematik, varfëri kronike dhe shpërthim social. Ky artikull synon të analizojë rrënjët e mjerimit kolektiv dhe të hedhë dritë mbi rrugën drejt ndryshimit. Korrupsioni dhe klasa politike, një miqësi me fatkeqësinë. Politikanët shqiptar, të personifikuar nga emra si Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta dhe Lulzim Basha, janë akuzuar vazhdimisht për prioritarizimin e interesave personale ndaj atyre kombëtare. Në vend që të ndërtojnë institucione të forta, kanë thelluar varfërinë nëpërmjet vjedhjeve të organizuara dhe shpërndarjes së pasurisë publike. Çdo mandat ka sjellë premtime të kota, ndërsa populli ka mbetur i penguar në një cikël vuajtjesh. Arsimi i shkatëruar, gjenerata e humbur. Sistemi arsimor, njëherë krenari e regjimit komunist, është shndërruar në një makinë prodhimi pa punësie. Shkollat e përballuara me mungesë investimesh dhe mësues të pamotivuar kanë lënë mijëra të rinj pa aftësi për të konkurruar në tregun global. Kjo ka shtyrë masat drejt emigrimit, ku shqiptarët e të ardhmes pastrojnë banja në Evropë ose kthehen në ekonomi informale, ndonjëherë edhe në anën e gabuar të ligjit. Kriza sociale, nga droga në diasporën e mjeruar. Mungesa e mundësive ka transformuar disa qytete në qerdhe të krimit, ku të rinjt i tërheq kanabisi ose trafiku. Ndërkaq, diaspora shqiptare, ndonse burimi i rëndësishëm i remitancave, përballet me stigmatizim dhe shfrytëzim në vende të huaja. Kjo nuk është dëshmi e pafuqisë së popullit, por pasojë e braktisjes nga ata që duhet të garantonin barazi të mundësive. Shqipëria që duhet, këmbëngulja e popullit dhe rrugdalja. Përkundër gjithçkaje, shqiptarët kanë rezistencë në ADN. Pjesa e ndershme e shoqërisë punon me nder në të gjitha skajet e botës, duke ruajtur vlerat familjare dhe etikën e punës. Kjo tregon se problemi nuk qëndron tek populli, por tek elitat që e kanë tradhtuar atë. Vota është revolt. Votimi për politikanët e vjetër është një vot për vazhdimin e statusit ekzistues. Për të thyer këtë cikël, nevojitet një lëvizje që të përqafojë inovacionin dhe transparencën. Të rinjt, intelektualët dhe qytetarët e ndërgjegjshëm duhet të kërkojnë llogari dhe të ndërtojnë alternativa të besueshme. Bota nuk e urren Shqipërinë, por ajo nuk mund të respektohet pa ndryshim të vërtetë. Fjala e fundit i përket popullit, koha është për të votuar jo me frikë, por me shpresë. Vetëm kështu do të lindë Shqipëria që meriton.